Dita e planetit Tokë si vjet vjen me temën Fuqia jon planeti ynë dhe me një pyetje shumë praktike për secilin prej nesh, sa na kushtojnë veset e përditshme që i përsëritim pa menduar fare, nga rryma që e harxojmë përmes ujit që e lëshojmë e deri tek plastikat që i blejmë dhe mbeturinat që i lëm pas vete. Mesazhi i kësaj dite është progresi ekologjik që nuk mvaret vetëm nga një qeveri ose nga një vendim, por nga zgjedhjet e përditshme që i bëmë si shoqëri, familje, punëtor dhe institucione. Mendoni që ambientin tetov është i pastër? Hiq. Po ne si njerëz a e rujmë ambientin? Jo, se rujmë. Si do ka zonë, bajre, ka problem. Mbeturina sa dush, bok, nuk është i pastër. Nuk është i pastër. Jo. Mendimin tim jo. A mendoni që ka gjelbrim mjaftueshëm në qytet? Shtaj shoh pak më shumë gjelbrim, po duhet sa më shumë me pas. Është një 50%. Me gjelbrim? 50% ambienti. I pastër. I pastër. Pyetja më e papërshtatshme në këtë ditë të planetit Tokë është nëse jemi të gatshëm të pranojmë se çmimin ekologjik tashmë jemi duke e paguar. Ndonjëherë përmes llogarive të larta, ndonjëherë përmes ajrit të ndotur, deponive, kurse ndonjëherë edhe përmes parave publike për të sanuar problemet që mund të parandalohen. Dilema mbetet e hapur nëse veset do t'i ndryshojmë sistematikisht, me kohë, me rregulla ose sërish do të rregullojmë atëherë kur harxhimet do të bëhen të mëdha për t'u injoruar.